تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe ka devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me këto mësime nga tefsiri I librit të Allahut të madhruar dhe e lutim Allahun që të na japë sukses për atë që e do ai dhe që është I kënaqur me të, dhe e lutim Allahun që ta bëj atë të cilën na mëson, na bëj argument për ne dhe jo argument kundër nesh. Në vazhdim të këtyre mësimeve jemi kemi arritur deri te surja Al-Mulk dhe do të flasim për fillimin e saj, për ajetet e para. Kjo sura është quajtur me këtë emër, siç është në disa argumente, është quajtur surja Mulk sepse përmendet fjala mulk, që do të thonë mbretëri ose pushtet, që I takon Allahut subhanahu wa taala, është përmendur në ajetin e parë, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Dhe kjo është përmendur në hadith që do ta lexojmë. Po ashtu është përmendur kjo sure me emrin Tabarak, do të thonë me fjalën e parë të surës, ose siç është në hadith Tabarakalladhi biyadihil mulk, gjithashtu. Pra është përmendur me këtë emër, që do të thonë se emri I saj ka lidhje me ajetin e parë. Vlera e kësaj sure, prej veçorive të kësaj sure, është përmendur, do të thonë janë përmendur disa argumente që tregon vlerën e veçantë edhe rëndësinë ose çfarë të mira sjell leximi I saj, siç është në hadith transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot se kur të sillet njeriu te varri I tij, të futet në varr, edhe do t'i vi dënimi nga ana e këmbëve, dhe këmbët do t'i thonë nuk ke rrugë, nuk ke derë, do të thonë për t'u afruar tek unë, sepse ky njeri, do të thonë me mua, ose këmbët thonë me neve, ngrihej dhe e lexonte surën Mulk. Pastaj I vjen në drejtim të gjoksit ose të barkut, dhe gjoksi ose barku thot, nuk ke mundësi të afrohesh tek unë, sepse me mua, do të thonë përmes frymës gjoksit ose barkut, ky njeri e lexonte surën Mulk. Ose pastaj, do të thonë, vjen në drejtim të kokës, gjithashtu koka I thot nuk ke rrugë, nuk ke derë, do të thonë për t'u afruar tek unë, se me mua ky e lexonte surën Mulk. Dhe ka thonë, pra kjo është surja Mulk është pengesa ose penguesja e dënimit të varrit. Dhe ka thonë, ajo është gjithashtu në Teurat me emrin Suratul Mulk, dhe kush e lexon atë në një natë, do të thonë ka lexuar shumë për librin e Allahut edhe ka bërë shumë. Do të thonë ky është hadith
që është i transmetuar në disa libra, në Taberani, edhe e ka transmetuar El Hakim, dhe në libra të tjerë, kurse Sheikhul Albani ka thënë se është hasan. Do të thënë, ky hadith e tregon vlerën e surës Mulk, dhe gjithashtu, siç e shihni, e përmend me emrin surja El Mulk. Po ashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ky hadith për ndryshe e pam se është fjalë e Abdullah ibn Mas'udit. Mirë po, ky është prej haditheve që kemi përmendur, domethënë që është zinxhiri që quhet mauquf, domethënë është i transmetuar si fjalë e sahabiut, mirë po hadithi e ka normën e hadithit marfu'. Domethënë llogaritet se është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi dihet që për këto çështje nuk kanë folur sahabët nga mendja e tyre, por ka qenë diçka që kanë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadith tjetër, po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, suratu Tabarak hiya al-mani'atu min 'adhab al-qabr. Do të thonë surja Tabarak, pra këtu është përmendur me këtë emër, ka thënë është penguese e dënimit të varrit. Po ashtu edhe ky është hadith që Sheikhul Albani e ka bërë sahih në Sahih al-Jami'. Pastaj është transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna suratan min al-Qur'ani 30 aya. Do thotë ka një sure në Kur'an që është 30 ajete, që ka 30 ajete, do të thonë, shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, që ndërmjetëson për njeriu saqë i falen gjunahet, do të thonë që i ka bërë. Wa hiya suratu tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Do të thonë kjo është surja që është përmendur me këtë emër, do të thonë fjalët e para të ajetit, tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Në këto hadithe dhe gjithashtu ka në transmetim tjetër ose në hadith tjetër që është përmendur se një sure që ka 30 ajete, kush e lexon atë në fillim të natës ose me kuptim të paragjumit, do të thonë ajo është ndërmjetësuese ose është penguese prej dënimit të varrit. Kjo sure me ixma, unanimitet të dietarëve është sura Mekkije, në shpallur në Mekke. Qëllimi kryesor që përmendet në këtë sure është sqarimi i madhështisë së fuqisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, që e tregon se ai është një i vetëm edhe në rububie dhe në emrat dhe cilësitë e tij, dhe ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe nuk lejohet të adhurohet askush përveç tij. Prandaj shohim në ajetet ndryshme, do të thënë përmenden çështje ose themi 9 tema të kësaj teme kryesore. Do të thënë tregohet madhështia e Allahut të lartësuar dhe madhështia e fuqisë së Allahut, dhe se Allahu është i vetmi sundues i gjithë pushteti, sundimi dhe mbretëria e takon Allahut. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Pastaj, do të thënë si 9 tema të kësaj, do të tregohet urtësia, pse Allahu e ka krijuar vdekjen dhe jetën, edhe tregohen disa fenomene të krijesave të Allahut ku shfaqet fuqia e Allahut dhe veçoria e tij, do të thënë se Allahu është i vetmi që krijon, edhe ai ka krijuar të gjitha krijesat, do të thënë të larta dhe të ulta, çdo gjë që gjendet në këtë botë dhe çdo gjë që është në tokë, në qiell, dhe gjithashtu çdo gjë që do të gjendet në ahiret. Tregohet po ashtu përfundimi i mosbesimtarëve, për cilët Allahu ka përgatitur dënim të rënd. Tregohet përfundimi i mirë i besimtarëve. Tregohet gjithëpërfshirja e diturisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, se atij nuk i mungon asgjë, në diturinë e tij, do të thonë nuk mungon asgjë. Pa marrë parasysh, është kjo te krijesat e dukshme ose e fshehtë ose publike ose sekret, do të thonë nuk mungon në diturinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj përmenden disa dhunti prej krijesave, siç është krijimi dhe përgatitja e tokës,
thotë që t'jetë e përshtatshme që t'jetë e përshtatshme dhe si dhunti për njerëzit, edhe se Allah e ka bërë, domethënë, të përshtatshme për jetë, dhe po ashtu urdhëron që njerëzit mundohen të përpiqen nëpër tokë ti përfitojnë të mirat që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe temat të tjera, domethënë, që janë në këtë kuptim, do të flasim gjatë komentimit të ajeteve në veçanti. Pra në fillim thot Allahu i lartësuar, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Domethënë, tabarak është prej fjalës baraka. Domethënë, që do thot bekim dhe begati, dhe është një formë e foljeve në gjuhën arabe. Kush ka mësu pak prej gjuhës arabe, ka mësu disa format foljeve, dhe një prej atyre formave është tefaale, do të thënë folje ku i shtohen disa shkronja. Dhe kjo formë, do të thënë, nuk gjendet në ato gjuhë që i dim, wallahu a'lam, do të thënë përveç këtyre gjuhëve semitike dhe në veçanti gjuha arabe. Do thot ka një kuptim që do thot se ajo është veprim që e bën vetë vepruesi dhe kthehet tek ai. Do të thonë, pra tebarake është i bekuar dhe është plot me bekimin veten e tij, Allahu subhanahu wa taala. Dhe bekimet e tij do thot që kalojnë te krijesat e tij. Pra tebarak i madhruar, i lartësuar, përplot me bekime dhe i bekuar do thot në kuptimin e adhurimit, do të thonë që bekimin ja përshkruajnë Allahu subhanahu wa taala krijesat e tij. Do të thonë gjitha këto kuptime janë te kjo folje. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Do të thonë i madhruar, i lartësuar, i bekuar është ai në dorën e të cilit është i gjithë pushteti dhe i gjithë sundimi, i gjithë mbretëria, pra e të gjitha krijesave është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është prej atij kuptimi ose qëllimit surës që e përmendëm, se e gjithë bota e ultë dhe e lartë, çdo gjë që gjendet në të është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, vetëm në dorën e tij. Do të thënë ai është Zoti dhe sunduesi i vetëm. Nuk ka Zot përveç tij, nuk ka sundues përveç tij, nuk ka krijues përveç tij. Do thotë çdo gjë është në dorën e tij. Edhe kjo është përmendur edhe në ajete të tjera në Kur'an. Ka thënë Allahu: "Wa tabarakalladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wama baynahuma." Do thotë i madhruar, i lartësuar, i bekuar është ai në dorën e të cilit është pushteti i qiejve dhe i tokës dhe çdo gjë që ka mes tyre. Do thënë gjitha është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thënë Allahu: "Qul Allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'." Thuaj, o Allah, o poseduesi i gjithë sundimit, malikul mulk. Do të thënë poseduesi që në dorën e tij është i gjithë sundimin, i gjithë sundimi. Qul Allahumma malikal mulk. Thuaj, o Allah, o poseduesi i gjithë sundimit, tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'. Do të thënë ti i jep pushtet kujt të duash dhe i heq pushtetin kujt të duash. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Dhe ti i jep krenari ose ngre këdo ti dhe e ul e poshtron këdo ti. Biyadika al-khair. E gjithë e mira është në dorën tënde. Innaka ala kulli shay'in qadir. Do të thënë ti je i gjithfuqishëm për çdo gjë. Tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl. Do të ti e fut natën në ditën dhe e fut ditën në natën. Wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy. E nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Dhe ti i jep furnizim kujt të duash pa llogari, pa fund, do të thënë pa hesab. Gjithashtu në hadith është përmendur ky kuptim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yedullahi mal'a. Do të thënë dora e Allahut është përplot, është e mbushur
me të gjitha të mirat, la taghiduha nafaqa, që nuk e harxhon, nuk mangëson atë që është në dorën e Allahut, asnjë shpenzim. Do të thënë të gjitha dhënjet që jep Allahu nuk paksohet prej dorës së tij sundimi dhe posedimi dhe furnizimi dhe pasuria nuk paksohet nga dora e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse çdo gjë që ekziston është prej bujarisë së tij, prej asaj që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra yedullahi mal'a la taghiduha nafaqa, do thotë dora e Allahut është përplot, nuk e harxhon atë që është në dorën e Allahut, asnjë shpenzim. Sahha'ul layli wan nahar, është bujare që jep vazhdimisht, do të thënë gjatë ditës dhe natës. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samaa wal ard, do të thënë a kuptoni se çdo gjë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që kur e ka krijuar qiellin dhe tokën, fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Do të thënë e gjitha kjo nuk ka mangësuar asgjë, nuk ka paksuar asgjë prej asaj që është në dorën e tij. Wa kana arshuhu 'ala al-ma, kurse froni i tij është mbi ujë. Wa bi yadihi al-mizanu yakhfidu wa yarfa'. Edhe në dorën e tij është mizani, pesorja, dhe me të Allahu e ngre dhe ul këtë doj. Do thotë çdo gjë që jep Allahu nuk paksohet, sepse e gjitha ajo është prapë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo do thotë bi yadihi al-mulku. Do të thonë i gjithë pushteti, i gjithë sundimi është në dorën e tij. Dhe po ashtu se të mirat e tij nuk harxhohen. Do të thonë jo vetëm se nuk dalin nga dora e tij, do thotë çdo gjë që jep është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, edhe ajo që ka shumë të mira dhe pushtet shumë nuk harxhon, do thotë nga të mirat e tij asgjë. Dhe në fund të ajetit thot wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Do të thënë Allahu është posëduesi i fuqisë së plot, absolute, përfundimtare, edhe Allahu mund, do të thënë është i aftë dhe i fuqishëm që të bëj çdo gjë. Nuk ka mundësi diçka ta pengoj, ose nuk ka mundësi të dalë diçka që është e pamundur për Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është ajo që është përmendur në librin e Allahut në vendet shumta në Kur'an dhe në hadithet shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dhikret shumta, në dua që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ato janë me të njëjtin kuptim, se Allahu është me këtë cilësi ala kulli shay'in qadir, do të thonë është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Kurse ka njerëz të devijimit, siç është Zakir Naik edhe shumë të tjerë që kanë thënë, do të thonë prej atyre që e kanë ndjekur filozofinë dhe kelamistët, që mundohen gjejnë gjërat të cilat nuk mund t'i bëj Allahu subhanahu wa taala. Dhe thonë disa prej tyre, si ka thënë Zakir Naik, unë di 1000 gjëra që nuk mund t'i bëj Allahu. Edhe kjo padyshim është kundërshtim i drejt për drejt dhe i qartë i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Edhe mundohen cilin disa pyetje dhe disa dyshime që janë të paimagjinueshme për logjikën e njerëzit. Mirë po, kjo padyshim është prej lojrave të shejtanit, sepse ne themi me bindje se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Edhe ajo që të shkon në mendje ty i devijum, domethënë që sjell domethënë kështu dyshime dhe polemika të shejtanit, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Mirë po, Allahu nuk vepron punë të kota, siç sjellin ata, mund ta bëjë këtë, mund ta bëjë atë, që s'mund ta bëjë këtë. Domethënë punë që janë kotësi, vetëm lojë. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka thonë wa ma kunna la'ibin. Domethënë ne nuk i kemi kriju këto krijesat për kota, dhe thotë nuk kemi bërë lojra. Domethënë vetë siç bën logjika e kufizuar e njerëzit, domethënë me bë diçka vetë për lojë, vetëm me provu. Domethënë këtë nuk e bën Allahu subhanahu wa taala, por Allahu i lartësuar është i gjithfuqishëm për çdo gjë.
Pastaj thot alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Do të thënë ai është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj, t'ju vërn provim, t'ju testoj kush do të bëj vepra më të bukura dhe ai është i gjithë pushtetshmi dhe falësi. Do të thëtë tani pasi u përmend ky ajeti i parë që u pohua fuqia absolute, sundimi absolut i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani vazhdon në përmendjen e disa detajeve. Do të thënë dhe prej këtyre detajeve ose prej këtyre gjurmëve dhe rezultateve që i sjell sundimi i plot i Allahut subhanahu wa ta'ala, tregohet do të thënë se Allahu krijon dhe vepron në krijesat e tij me urtësi të plot. Do të thënë secili veprim i Allahut, secili krijimi i Allahut dhe të gjitha urdhrat e Allahut kanë qëllim madhështor. Do të thënë çdo gjë ka qëllim dhe synim. Nuk është e krijuar asgjë kot edhe vetëm për lojë. Pra ka thënë alladhi khalaqa al-mauta wal hayah, do të thotë Allahu është ai që e ka krijuar vdekjen dhe jetën. Dhe liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, do të thënë që t'ju testoj, t'ju vër në test dhe provë kush do të bëj vepra më të bukura. Do të thënë që t'ju provoj ju njerëz, t'ju testoj duke ju dërguar urdhra dhe ndalesa dhe duke ju dërguar gjithashtu sprova, goditje në jetë, do të thënë i thtina që i përjeton njeriu, që të shihet kush është vepërmir më i madh, ose kush është ai që i ka veprat më të bukura, kush është ai që kur i vjen vështirësia dhe sprova, është durimtar ndaj Allahut, kur i vjen e mira dhe dhuntia, është falënderues ndaj Allahut, kur i vin urdhrat, është i bindur dhe nxiton për zbatimin e tyre, kur vin ndalimet, do thot menjëherë largohet nga ajo që e ka ndaluar Allahu, dhe kush është në gjendjen e kundërt. Do të thënë këtu është që të shfaqet ai që është i nënshtruar ndaj Allahut dhe është robi i Allahut dhe ai që është kokfort dhe kundërshtues i urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjitha këto vepra, do të thënë i ka quajtur Allahu ai që bën vepra më të bukura. Do të thënë nuk është përmendur këtu numri ose sasia, ai që bën më shumë vepra, po është përmendur cilësia e veprave. Do thotë ai që bën vepra më të bukura. Dhe siç ka përmendur Fudail ibn Iyad këtë fjalë që besoj të gjithë e dini dhe është me rëndësi të përmendet, pra kur e ka lexuar këtë ajet, ka thënë liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dhe që t'ju sprovoj kush bën vepra më të bukura, ka thënë aswabahu wa akhlasahu. Do thotë ai që i bën veprat më të sakta dhe më të pastërta. Kam thonë çka do të thotë më të sakta dhe më të pastërta Ebu Ali? Ka thonë vepra kur është e pastër dhe nuk është e sakt, nuk pranohet. Dhe kur është e sakt dhe nuk është e pastër, nuk pranohet. Pranohet vetëm ajo që është e sakt dhe e pastër. E pastër është ajo që bëhet vetëm për Allahun, me përkushtim të plot vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe e saktë është ajo që është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë nuk ka mundësi të pranohet një vepër ose nuk quhet një vepër e mirë ose vepër e bukur, nëse ajo vepër nuk është pastër, e dedikuar dhe e përkushtuar vetëm për Allahun e lartësuar dhe të jetë sipas asaj që ka shpall Allahu, sipas librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është, do thotë, provim, pra kjo ajet do të thonë se kjo jetë është provim dhe testim. Edhe është përmendur edhe në ajete të tjera. Ka thënë Allahu i lartësuar, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Do të thonë Allahu është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën brenda 6 ditëve dhe arshi i tij, froni i tij ishte mbi ujë, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Do të thonë që t'ju testoj kush do të bëj vepra më të mira ose më të bukura. Dhe ka thënë
Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Do thot ne kemi krijuar çdo gjë që është në tokë si stoli për tokën, që t'ju testojmë që ti testojmë njerëzit, do të thonë, kush prej tyre do të bëj vepra më të bukura, wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Edhe të gjitha ato që janë tokë ne do t'i bëjmë, do të thonë, të thara dhe të shkatruara. Do të thonë çdo gjë do të shkatrohet pas këtij zbukurimit të tokës. Ka thonë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Do të thonë është Allahu që e ka krijuar vdekjen dhe jetën. Edhe që do të thonë se njëherë njeriu nuk ka ekzistuar, edhe llogaritet se ka qenë në vdekje. Pastaj Allahu e ka kriju në këtë jetë. Dhe pas kësaj jete, do të thonë do t'i vi vdekja. Dhe pas vdekjes gjithashtu do të ringjallet. Si ka thënë Allahu në surën Beqara, kayfa takfuruna wa kuntum amwatan, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma fa ahyakum. Do të thonë si mund ta mohoni besimin në Allahun kur ju ishit vdekur, do të thonë nuk ekzistonit, ishit vdekur dhe Allahu ju dha jetë. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Pastaj Allahu do t'ju asill vdekjen, pastaj do t'ju ringjall pas vdekjes. Do të thonë Allahu është ai që e ka krijuar vdekjen, pastaj jetën, pastaj pas jetës vdekje. Dhe kjo është që Allahu e nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Do të thonë e nxjerr pasi është toka e thatë dhe e vdekur, prej kësaj thatësie dhe vdekje nxjerr gjallërim. Edhe prej këtij gjallërimi gjithashtu bën vdekje. Edhe kështu e përsërit, do të thonë që të jetë mësim dhe përkujtim për njeriu, edhe e bën, do të thonë nga i vdekur pa ekzistuar njeriu, Allahu e bën të gjallë, pastaj duke qenë i gjallë e bën të vdekur, dhe kështu në secilën çështje është përmendur kjo edhe në lidhje me udhëzimin dhe devijimin. Domethënë kur njeriu është i devijuar dhe e ka zemrën e vdekur, prej kësaj zemre Allahu nxjerr gjallëri, e udhëzon njeriu dhe e bën gjallë. Edhe ka njerëz që janë devijuar, që janë të udhëzuar dhe të gjallë, mirëpo ju vjen dënimi i Allahut në këtë botë që largohen nga kjo rrugë dhe u bëhet zemra e ngurtë dhe e vdekur. Allahu na ruaj prej devijimit pas udhëzimit. Do të thënë gjitha këto janë që njeriu të testohet. Edhe kjo tregon se kjo jetë është jetë e mbjelljes. Do të thënë këtu jemi në fushën e punës dhe të mbjelljes veprave që korja të bëhet në ditën e gjykimit dhe në ahiret. Dhe në fund ka thënë wa huwa al-aziz al-ghafur. Do të thënë Allahu është i gjithë pushtetshëm. Pra fjala aziz është izze, do të thënë nga kuptimi ose nga cilësia e fjalës izze, që do të thënë krenari e plot dhe fuqi e plot që nuk mund të mposhtet me asgjë. Do thotë pra që është i vetëmjaftueshëm dhe i pamposhtur, Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i fjalës aziz, për këtë shkakun më shumë e përkthej me kuptimin i gjithë pushtetshëm, që do të thonë se nuk ka mundësi dikush t'i afrohet pushtetit të tij, edhe ose ta luftoj ose do të thonë të mundohet t'ia marrë pushtetin Allahut subhanahu wa taala. Ai është el-aziz me pushtet absolut, me fuqinë absolute dhe shtypje absolute për gjitha krijesat. Nuk ka mundësi dikush ta sfidoj, do të thonë fuqinë dhe pushtetin e tij subhanahu wa ta'ala. Kurse el-Ghafur, do të thonë është gjithashtu kjo është prej formave të emrave ose prej formave të vetive që përmenden në gjuhën arabe, forma feul që nënkupton se ajo veti është në masë shumë të madhe, edhe në intensitet shumë të fuqishëm. Prej fjalës ghafara, ghafur, do të thonë falës i shumt, që shumë falë, edhe shumë, do të thënë në mënyrë të fuqishme dhe të shpejt i falë gjinahet dhe gabimet e robërve të tij. Kurse fjala ghafara e ka kuptimin e mbulimit,
Domethënë më duket se e folëm për këtë temë në mësimet e njërin për mësimeve të kaluara, është mbulim dhe mbrojtje. Dhe prej kësaj rranje, prej këtyre tri shkronjave, ghain fera, ghafara, domethënë është edhe fjala mighfar, që domethënë helmeta e kokës, që është për mbrojtje, e mbulon kokën dhe e mbron. Dhe kjo falja, domethënë këtë që e përkthejmë falje, pra ghufran, domethënë falje me këtë kuptim është mbulim i mëkateve që nuk shfaqen, nuk tregohen përpara krijesave të tjera, dhe gjithashtu mbrojtje prej ndikimit të keq të mëkatit. Domethënë kur Allahu e fal mëkatin, do thotë se e shlyen ose e mbulon atë që nuk zbulohet para dikujt tjetër, dhe gjithashtu nuk ka ndikim ai mëkat për dënimin ose për dëmtimin e robit. Është një prej rregullave të emrave dhe cilësive që kanë përmendur dietarë dhe i përmend Sheh Uthejmini rahimahullah, thotë se secili emër në vetvete ka një kuptim të përsosur, edhe domethënie absolute në përsosmëri. Mirëpo kur përmenden dy emra bashk, jepet një kuptim i tretë i përsosmërisë, edhe i kësaj domethënë absolutitetit në përsosmëri. Pra kur thuhet vetëm në vetvete Aziz, e sqaruam se është i gjithëpushtetshmi absolut dhe i gjithfuqishmi, edhe kjo e bën dëgjuesin të mendojë se ka mundësi të bëjë padrejtësi, pasi nuk ka dikush që mund t'ia sfidojë pushtetin ose ta marrë në përgjegjësi për veprimet që i bën. Pra Allahu nuk mund ta pyes dikush Allahun pse e ka bërë këtë ose pse s'e ka bërë atë. Do thotë ka thënë Allahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Do të thënë Allahu nuk pyetet për atë që e bën, kurse robrit të gjithë pyeten për veprat e tyre. Dhe për këtë shkak kur përmendet vetëm ky emër, shkakton frikësim ose do të thënë sigur pritje të padrejtësisë ose të dënimit, do të thënë kur njeriu i shkel urdhrat e mbretit të gjithfuqishëm, atëherë, do të thënë do të pritet që dënimi patjetër do t'i vijë. Mirë me njerë pas kësaj, Allahu e ka përmendur emrin Ghafur, që do të thënë fal shumë, gjithashtu, me gjithë këtë fuqi dhe sundim absolut, fal shumë. Nëse përmendet në vetvete vetëm falja, ka mundësi që dikush një dëgjues, do të thënë të fitoje kuptim të, do të thënë humbje të frikës, do thotë sigur pasi është falës i madh, edhe jep sigur kuptim të mungesës fuqisë, prandaj një herë është përmendur Aziz, pastaj Ghafur, do të thënë se Allahu është i gjithëpushtetshmi me fuqinë absolute, me fuqi të tmerrshme shtypse, dhe është falës i madh dhe që i fal shpejt dhe në mënyrë të shumtë, do të thënë mëkatet. Pastaj në ajetin vijues ka thënë Allahu i lartësuar: "Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut, farji'i al-basara hal tara min futur." Do të thënë ai është që i ka krijuar 7 qiej njërin mbi tjetrin. Do të thënë si kat të barabartë mes veti, dhe nuk mund të shohësh në krijimin e të gjithëmëshirshmit ndonjë mangësi ose ndonjë kundërshtim ose kundërthënie. Farji al-basar, prandaj vazhdo të shikosh, ktheje shikimin vazhdimisht, shiko një herë, analizo, pastaj shiko edhe një herë, do të thënë ktheje shikimin, hal tara min futur, do të thënë a mund të shohësh ndonjë të çarr ose ndonjë mangësi, ndonjë vrim. Pra nuk ka në krijimin e qiejve. Dhe do thot pasi u përmend në ajetin paraprak se Allahu është i gjithëpushtetshëm dhe falës, atëherë kjo, siç thonë, domethënë dietarët e tefsirit, kjo nuk mund të plotësohet përveç nëse Allahu është i gjithëfuqishëm për krijimin e krijesave. Është i gjithëfuqishëm për çdo gjë që ekziston dhe që është i gjithdijshëm për
çdo gjë që ekziston. Do të thënë, si mund të jetë i gjithë pushtetshëm dhe falës i madh, nëse nuk është i gjithë fuqishëm për çdo gjë dhe nuk është i gjithdijshëm për çdo gjë. Do të thënë, patjetër prej kësaj nënkuptohet se Allahu është i dijshmi absolut dhe është i fuqishmi absolut. Do thotë, prandaj ka ardhur ky ajet më njëherë që ta tregoj për çosmërinë e krijesave. Përndryshe dituria dhe fuqia absolute e Allahut subhanahu wa taala janë përmendur, domethënë në ajetet shumta, mirëpo në këtë ajet janë përmendur shembuj që njerëzit mund t'i shohin. Domethënë ti shikoj krijesat e Allahut, edhe aty do ta shohësh se fuqia e tij është e përsosur dhe absolute dhe dituria e tij, domethënë nuk ka mundësi të jetë krijuesi i përsosur nëse nuk e ka diturinë e përsosur. Edhe gjithashtu nuk ka mundësi të jetë krijues i këtyre krijesave të përsosura nëse fuqia e tij nuk është e përsosur subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Domethënë Allahu është që ka krijuar 7 qiej përmi tokën, domethënë 7 qiej që janë kat të barabartë. Domethënë fjala tibaq, domethënë kur vijnë këto krijesa njëra mbi tjetrën që janë në mënyrë të balancuar. Domethënë ky është kuptimi i fjalës tibaq. Domethënë janë të krijuara një mbi tjetrin në mënyrë të balancuar, që nuk kupton se janë kat të barabartë. Dhe ky është një prej argumenteve që e fton njeriu në besim. Kurse ata që thonë se nuk ekziston asgjë përmi tokë, domethënë e gjitha është hapësirë e pafundme edhe domethënë humbje nëpër ta, nuk ka asgjë të caktuar, e fton njeriu në mosbesim. Kurse krijimi i këtyre qiejve dhe përmito gjithashtu, përmi këtë që e shohim, ka një tjetër dhe përmita një tjetër 7 kat të qiejve, kjo është ftesë për besim. Këtë e ka përmendur Nuhi alayhi salatu wassalam në thirrjen e tij si argument. Ka thënë alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Domethënë nuk e shihni, a nuk kuptoni se si ka krijuar Allahu 7 qiej njërin mbi tjetrin, domethënë si 7 kat të qiejve. Dhe kjo krijesë kështu madhështore e fuqishme është pa asnjë mangësi. Ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut. Domethënë nuk mund të shohësh në krijimin e Allahut ndonjë kundërthënie, ose domethënë pra qëllimi i kundërthënieve është se nuk ka diçka që mungon dikun, që një pjesë e krijesës e pengon një pjesë tjetër, që të thuhet se këtu është dashur të futet edhe një tull, ose domethënë nuk ka te krijimi i gjithëmëshirshmit ndonjë mangësi, siç ka thënë gjithashtu në ajete të tjera Allahu ka thënë sun Allahi alladhi atqana kull shay. Domethënë ky është ndërtimi i Allahut që ka përsosur çdo gjë. Allahu i ka përsosur qiejt edhe krijesa të tjera. Edhe ka thënë alladhi ahsana kull shay'in khalaqa. Domethënë Allahu është ai që ka zbukuruar, ka rregulluar, domethënë në mënyrën e plot çdo gjë që ka krijuar. Prandaj thot në vazhdim, farji'il basara hal tara min futur, domethënë ktheje shikimin, vazhdo analizo më shumë, domethënë a she ndonjë mangësi, a she ndonjë të çarr në qiell, ndonjë mungesë, domethënë kjo krijesë e madhe dhe e rëndë, a ka plas dikun, domethënë a ka ndonjë lloj të domethënë këtë aspekt mangësive. Po ashtu ka thënë në ajet tjetër, pra thot Allahu, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Domethënë nuk e shohin qiellin mbi ta që e kanë, si e kemi ndërtuar, e kemi zbukuruar dhe e kemi stolisur, dhe nuk ka asnjë zbrastir në të, asnjë të çarr ose asnjë mungesë. Pastaj në ajetin e vijues thot thumma rji'il basara karratayn. Pastaj përsëri ktheje shikimin edhe 2 herë. Domethënë përsërite her pas here shikimin dhe analizimin. Yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Domethënë do të kthehet
shikimi do të kthehet, do të thënë, pa rezultat, nuk do të gjesh asnjë mangësi dhe do të jetë i nënshtruar. Atëherë, do të thënë, sa më shumë që analizon edhe shikon, vrojton, aq më shumë do të shtohet besimi se krijuesi subhanahu wa taala është i përsosur dhe e ka plotësuar krijesën e tij. Do të kthehet shikimi i përulur, i zvogluar, siç është përmendur, do të thënë, në një rast kur ka shku dikush prej selefëve, është caktuar si pushtetar ose guvernator i Jemenit, edhe ka këshillu baba i tij para se të niset, ka thënë çdo herë kur të rritet mendja, shikoje qiellin përmi ty, edhe mendoje madhështinë e qiellit, që është një krijesë, edhe shikoje tokën poshtë këmbëve. Do të thënë, ti nuk je më i madh që mund të arrish qiellin, as nuk je më i madh se toka mbi të cilën ec. Do të thënë, shikoj këto krijesa, edhe atëherë e sheh, do të thënë, çfarë madhështish ka kriju Allahu subhanahu wa taala, edhe kupton për ulësinë tënde dhe vogëlsinë tënde. Prandaj, do të thënë, sa më shumë që njeriu nëse do të mendoj edhe ta kuptoj besimin në Allahun subhanahu wa taala, duhet ti analizoj krijesat e Allahut të lartësuar. Pastaj në ajetin vijues ka thënë Allahu i lartësuar: "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir." Do të thënë, qiellin më të ulët e kemi stolisur me yje, me pishtar ndriçues, dhe i kemi bërë këta gjuajtës për shejtanët, dhe për ta kemi përgatitur dënimin e xhehenemit. Ky është argumenti tjetër se Allahu është i gjithfuqishëm për të gjitha krijesat e tij dhe është i gjithdijshëm për çdo gjë që ekziston. Edhe siç kemi thënë shumë herë, edhe për ato që nuk ekzistojnë. Nëse kishin ekzistuar, si do të kishin qenë, do të thënë Allahu është i gjithdijshëm për gjithçka dhe është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Edhe ky është argumenti tjetër, si e ka zbukuru Allahu subhanahu wa taala qiellin, e ka stolisur me yje dhe me planete, që të gjithëve u ka caktuar vendet caktuara dhe vijat caktuara në për cilat lëvizin, askush nuk del nga ajo trajektoria e lëvizjes që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Asnjë prej këtyre trupave qiellor nuk del nga vendi që ja ka caktuar Allahu. Do të thënë, janë zbukurim për qiellin, edhe janë gjuajtës për shejtanët, që mundohen të afrohen qiell për t'i vjedhur lajmet që shpallen për të ardhmen, dhe këta yje, edhe këto planete, dhe këto kometa, dhe ato që i ka kriju Allahu në qiell, gjitha janë gjuajtëse, do të thënë, edhe që i shkatrojnë shejtanët dhe nuk e lejojnë të vjedhin prej atyre lajme, do të thënë t'i vjedhin ato lajme si duan ata. Kjo e tregon, do të thënë, fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë: "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha", do të thënë kemi stolisur qiellin më të ulët. Do thotë, pasi u përmendën 7 qiejt, se i ka krijuar njërin mbi tjetrin, kat për kat të balancuara, ka treguar se në këtë qiellin e parë i ka vendosur këto yje dhe këto stoli që janë, do të thënë, këtu në këtë ajet është përmendur se janë stoli për qiellin. Edhe qëllimi tjetër: "Waja'alnaha rujuman lish-shayatin", dhe i kemi bërë këta gjuajtëse për shejtanët. Do të thënë që nuk e lejojnë veprimtarinë e shejtanëve. Përmes tyre Allahu subhanahu wa taala, do të thënë, i gjuan shejtanët. Ka thënë gjithashtu Allahu në ajetet e surës Hijr, ka thënë: "Walaqad ja'alna fi as-sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin", do të thënë, në qiell kemi krijuar yje ose grupe të yjeve dhe e kemi zbukuruar, do të thënë, qiellin për secilin që e shikon ata. Do të thënë, për këtë s'ka nevojë shumë të komentohet, secili që sheh qiellin të pastër dhe larg prej ndotjeve edhe të dritave kështu me radhë, do të thënë, nuk ka
Është një bukuri prej më të rrallave që i shikon njeriu. Dhe ka thënë wa hafidhnaha min kulli shejtanin rajim, dhe e kemi mbrojtur qiellin prej secilit shejtan të mallkuar. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, përveç dikujt që ndonjë prej shejtanëve që përpiqet të vjedh diçka prej lajmeve, domethënë të dëgjojë diçka vjedhurasi, atë e ndjek një komet, domethënë e qartë, domethënë që e vret nëse ka ardhur të vjedh diçka prej asaj që shpallet në qiell. Gjithashtu ka thënë Allahu, inna zayyanna as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, domethënë kemi stolisur qiellin më të ulët me stoli të planeteve, wa hifdhan min kulli shejtanin marid, dhe e kemi bërë të mbrojtur nga secili shejtan kryenëç ose i rebeluar. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib, domethënë nuk mund ta dëgjojnë shoqërinë e lartë, nuk mund të dëgjojnë lajmet, domethënë të asaj që u shpallet me lajkeve, dhe gjuhen nga secila anë, duhuran wa lahum adhabun wasib, edhe gjithashtu për ata ka dënim përvlues, illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib, përveç dikujt që vjedh një dëgjim, e përvjedh domethënë dëgjimin, dhe atë ndjek domethënë një komet shpuese, do thotë që e djeg dhe e përvlon ata. Do thotë kjo është, këta dy qëllime janë përmendur në këto ajete. Në këto ajete domethënë se qëllimi i krijimit të yjeve në qiell janë zbukurim dhe stoli për qiellin, dhe janë gjuajtës për shejtanët. Dhe qëllimi i tretë, cili është? Për të udhëzuar. Domethënë, është përmendur në ajet tjetër, ka thënë Allahu, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Domethënë, kemi caktuar edhe shenja, edhe në për tokë, në për rrugët e tokës, ka shenja, dhe me yje, gjithashtu, udhëzohen. Në këta janë tre qëllime që i ka përmendur Abdullah ibn Abbas nga krijimi i qiellve dhe planeteve. Janë udhëzim, domethënë edhe për të ecur në për errësirat e tokës dhe të detit, dhe gjithashtu janë udhëzim për kohët, domethënë për stinët e kështu me radhë, ato periudhat e mbjelljes, korjes e të tjera. Këto janë qëllimet e krijimit të yjeve. Domethënë stolisja, gjuajtja e shejtanëve dhe udhëzimi, domethënë për udhtim ose për caktimin e kohrave. Nuk ka qëllim tjetër. Çdo kush që i jep yjeve tjetër qëllim, domethënë është prej rrugëve të kufrit dhe ose bidatit. Domethënë ata të cilët i komentojnë pozitat e yjeve për ndikim në fatin e njerëzve ose shenja se çka do të ndodh njerëzve në të ardhmen, edhe përmes shikimit të yjeve pretendojnë njohjen e gajbit, domethënë kjo është prej kufrit. Dhe gjithashtu ata të cilët i adhurojnë yjet, edhe mendojnë se yjet mund të japin diçka, ose thonë se yjet apo planetet e lëshojnë shiun ose diçka të ngjashme, gjitha këto janë besime të cilat e nxjerrin njeriu nga besimi i saktë. Nëse ka qenë ai prej muslimanëve dhe i thot këtë fjalë, domethënë del prej islamit dhe nuk ka hise në islam. Domethënë çdo gjë tjetër përveç këtyre tre qëllimeve është devijim dhe gabim. Thotë, mjaftojmë me këta 5 ajete, do thotë që tjetë për kujtim, mjaftueshëm duhet ta di njeriu se është i krijuar në këtë botë që është vend i testimit dhe vend i mbjelljes, edhe ta njohë fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, sundimin e Allahut subhanahu wa taala të lartësuar dhe të madhruar, dhe të di qëllimet, domethënë edhe të analizoj në krijesat e Allahut që ta përforcoj dhe ta shtoj besimin, dhe të bëj vepra më të mira. Domethënë sa më shumë që i shtohet kuptimi i shenjave të Allahut,
këtyre krijesave dhe argumenteve që i ka shpallur Allahu, aq më shumë përmirësohet besimi i tij dhe përmirësohet vepra e tij. Domethënë liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Do thotë vini re kësaj fjale ahsan, do thotë që është e njëjtë me fjalën ihsan. Kur e ka pyet Xhibrili alayhi salatu wassalam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë akhbirni anil ihsan, ka thënë al ihsanu an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Do të thonë ihsan, mirësi, zbukurim i fesë, do të thonë plotësim në mënyrën të bukur, është që ta adhurosh Allahun sikur ti je duke e pa atë. Do të thonë ta adhurosh Allahun me vetdije të plot, me njohje të plot të argumenteve të Allahut, sikur ti je duke e parë. Ja dhe nëse nuk mund do të thonë të arrish në këtë grad, dhe nuk mund të shohësh, do të thonë ta dish se Allahu të sheh ty. Edhe kjo është gjithashtu shkallë tjetër e bamirësisë ose plotësimit të mirësisë veprave dhe besimit. Do thotë mjaftojmë me kaq. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa fiikum barakallahu.